Këtë video e kam për Beratin. Berat. Kur të kam provozu, do të kisha thonë po Berat. Tash e shive ku më rritëm. Plani këtyne rëpshirave Berat ka qenë me të trafiku ty, si me të trafiku ty, me të përsha prej meje, me të prezentu nëj tjetër me shumë mundësi nëj person të dënu ma parë për drogë në Itali. Se këta zakonisht në mas i martohen, në mas i bëjnë kalamaj, nuk do të të gjënë, të prostitutojnë femnat e vetë, të gjithë me kalamaj i kanë. E të gjithë i prostitutojnë, si i prostitutojnë. Munohen me krytëzu dhonat me të grupit e timorë, si puna Orion motërshimit, Orion rëpshirit, si kur të pata njoft ty isha robi ma i lumëtur, a i rëpshirë munoj me ma derdë mrenë. E di shumë mirë Orion motërshiri, se kur përmen fjallën solution, e jenë hetime, jetë televizori si kur sekuestrohen 3.3 milion euro, edhe mundohet me krytëzu dhonat më tërshiri, pra një ka bosh ato biseda në telefon 3.3 një anë tjetra me krytëzu dhonat me këto të grupit hetimor, jo se i ka kap kush Orioni që është lek, Orion më tërshirit, Orion rëpshirit, thjesht mundohet me krytëzu dhonat, e mrapa, po u bone karkament, dhe të kosi isha me time, nodhen shumë gjarje, nodhen e i vrasje, e mundohen me i lidh me mu, pa unë da hedh në gjysh grupin hetimor kur dal në Itali, për lajme fake Shqiprin. Një dhe në gjatë du të bosh edhe ti në që se të hapin hetime në i herë, mos harrosh me hedh në gjysh grupin hetimor për lajme falso. Ta shti, dënoj në Itali në mrapa thonë, dënu për vrasje, asë njësë pa burg për vrasje, për thjesht ja unë ngecin këtë vrasje këshu si pjesë e grupit hetimor shqiptar, e gjithë mi pa në televizor janë gangsterra, vrasë, sa shqia më otrën, bi ka bo grupi hetimor, tanë kile rase më rëp shpije, tanë rëpshira janë, tanë fis shqima janë, bëjnë si kur përzin malli si përzin ata përzin njerëzit me njëni tjetrin, i ndajnë, i përshajnë, për ne i dola kundra i Lirmetës, qa u bon ata su bon si Lirmeta nda u pojtohu, ishte gabimi më i madh mi del kundra i Lirmetës. Me gjithate, nda në gjysh grupin hetimor për lajme falso, si do se tjetë historia jetës time me vari karin, që është kam lejmë fistune më motërshirave, këtyne rëpshirave, ka kohë që vuj nga stresi, kur të pata njoft ty, isha njëri ju më i lumëtur, këta rëpshiret nuk du mi parë të vetë lumëtun, du mi ushtu shtetë shpinë, du mi u prostitu femnat, du mi i përzi. Kur delarion kolla tu përzi loq aty për video si punëtor ndërtimi, do thot dikush jo po si punëtor ndërtimi dë dali, se dë dali si trafikant droge, sa trafikant droge, aja rëpshirë. E përzi njerëzit me njëri tjetrit, si ato plagat e gatunit kota në verhoqë, është si përzishin njerëzit me njëri tjetrin. Që ashtu janë në këta rëpshirat, stil masonik, përzi njerëzit me njëri tjetrin, i fusin sharë me njëri tjetrin. Gjatë kohës jemi nda, nështë të kanë prezentu në i tjetër, të janë afru, janë mënu me të përsharë prej meje. Mrapa me më fry munkra tjetër, gjas me ta futja, jo, futja në tia saj, e të nxjerë në gjysh me mu me të vujka në kompjuter, we forget to dance, që roj mos të njësh në herë qatë muzikë. Shkurt ma beti deshen, me të përfshin aty, por që s'ke qani që prezentas Shqipëria, Italia, s'ke lidhi me rastin tim, as këta rëpshirat e tjerë s'kan lidhi me rastin tim. Unë dhe jetë në gjysh qëth për persekutim, genocid, krim të organizuar, për është se du me mba mu pjesë një rrjeti, du me përzi me grupet i morë me nxarët tjera, me rastet tjera, më s'kam lidhje mas nxarët tjera, kam thonë, kontakt në Itali kam qanë veç me Lind Kozicën, me kushinin Ariel Shrehut, e grune vetë, kushinin Ariel Shrehut i personi dënu ma parë në Itali. Këto tjera thjesht janë mundu me kryzu dhanat me grupin hetimor, me më zhytë borç të në Shqipëri, me thanë si gjasme janë sekustru lek të në Shqipëri, se këtu nëse janë sekustru as i lek.
krejt pjesë e grupit e timor, lajme fake. Si do si tjetë, unë nuk shqetësohem për jetën time në fundit. Do e paguajnë me jetë, se mu jetën ma shkatërrun që kur më danë prej teje. Synimi këtyne motërshqirave ishte na fut sharr me njëri tjetrin, me na përqa me njëri tjetrin. Me më thonë si qasme ka trahtu ajo, ta ka fut ajo, futjen e tje saj. Që ose unë e marrë për sipër, e bën rrot karikament, si kur thonë të motërshqirat, i bie si kam lidhje me gjitha personat e tjerë si ka dalë në përgjime. Emrat e njëna e tjetra që unë s'kam lidhje me këta persona, kanë dalë në përgjime se kanë qenë pjesë e grupit e timor, e njëna e tjetra. Edhe nuk mbyllet dosja, do më thonë e ka marrë për sipër ky. Do thot dikush pse s'mbyllet dosja nëse e marr për sipër, po nuk mbyllet dosja nëse e marr për sipër, se nëse e marr për sipër do thotë se ke pas kontakt madh njerëzish, si për me fut mall do të jesh kontakt të buxhet madh. Unë kanë thjesht shofer në Itali, s'kan fut çdo drog, ndoshta kanë fut tjerët. Mos më intereso. Me spion kam me çan, por më janë spiona e rrëfshirat e tanë. Spiona e rrëfshira janë sak. Si janë shumë atë mirë, asnim të. Sa shti berat, synonin këta me në nxjerë në gjysh bashkë në dyve, me në përqarën e dyve, jo këte janë e, me në ndarë nga njëni tjetërin e dyve, me ta petime, në është ta me dy fisha, nuk e di se si kanë planet e veta, me të largu prej meje, e me të shkatru jetën të ty o berat. Herë ta fonë me të ndalë dhe ty për i bashkëshortit, se duke qenë se çështja do ngele pa hap me çështje, do ngele ja hap me çështje ime në Itali, a pas barë me plotësisht edhe në qëse e marrë për sipër, se nuk merren vesh kush janë personat e tjerë të përfshijmë, qëse e marrë për sipër i bie që thush e kanë fut vet, edhe kaq. Bravo, do thonë kanë lidhje me këta persona që kanë dalë në përgjime, po unë do jap serime në Itali, se sigur kam thënë nuk era e parë që rrobat e mi e njerëzit e mi dënohen në Itali për çdo rrëfshirë liçe, edhe të gjithë i kanë bëu killara grupi jetimor shqiptar, janë dënuar në Itali gjasme për vrasje, për njëna, për tjetra, për në fakt që çdo vrasje që ka vu shtetin shpinë janë pjesë e grupit jetimor shqiptar, se kanë vrarë kanë zotonë rrëfshire janë. Maksimumi kanë qenë spacjatora, shofera, asgjë më shumë. Po grupi jetimor si përsi. Megjithatë, si do si tjetë berat, për mu ishe më e mira femër si ekzistote, më e mira gotë si ekzistote, nuk ka ljala i pjedh nane si përqamu me ty, për mu do kesh gjithmonë një vend special në zemrën time, unë vje kesh se ka ma probleme, do më nëllë me i myllë gjanat, me i myllë problemet, normal që të bashkëpunoj me autoritetet italiane. Sistemi këtyre është sistemi më rrëfshirë në botë, është sistem si paralajmëron Bibla, si paralajmëron Kurani. Këto janë ato fallen angels janë gjë tjetër, janë veç njerëz që kanë ngel këto mafia debts. Edhe mbrapa ju ka shku jeta ferr, kanë prostituu femrat e veta vetë, do t'i jetë në gjysh, do t'i kërkoj shteti italian të hapi çdo dosje, do thonë nuk e kanë rrafë Shqipërinë, do t'i them hap çdo dosje, shif çdo dosje, çdo person që ka qenë të punon në Itali mos i kanë në Shqipëri kanë hapë tim dy fisht, ka qenë organizuar, është një skem si përsëritet në fistim, gati këtë shqill. Megjithatë se do si tjetë, unë nuk e cilësoj veten si pjesë një rrjeti. Unë kam qenë vetëm qaj shofer nga pika A në pikën B, as kam pëlqyer marrë përsipër në herë në agjenca. Sigur kam thënë kam pa në tjerë si kanë marrë përsipër gjana këtyre motërshqirave, në fund i kanë lënë mirë, i kanë shiku kurrë në asnjë gjë më shumë. Si hakari mirë shikoles ma për rrobat e vet. I ka shit rrobat e vet tan jetën. Mirë shikola, a pjedh rrëpsh, a motërshqir, a skuth,
ai intrigant, ai rëp si s'mundet mi parë të vetë në sysh, ashtu si kur e di zhinit, edhe rëp shiri, si sa herë kalo si skuth, si motor shir, si rëp shir, se si ka ngel ma ftyrë mi dal para rëpëve të vetë, pjedh rëpshi. Mu m'vje keq që bërat si ndan prej teje, për mu isha femra ma e veçantë, më vite keq sa herë që të shifsha, ndjesha dëmshuri për ty, sa disha se mund bisha e të letë viktim situatave të caktume njënës e tjetrës, të kam dash shumë, s'kam dash të asjerë me të notë që e keqe. Këtë rëpshirat e fisit tim, janë rëpshira në nuk kam që u bëj. Me këta maksimumi mund të marri urdhër mbrojtje nga gjykata, se s'mun e provoj asnjëherë gjanat tamam. Por do munohem paktën mos me përfunu borxh, da edhe në gjyq grupin e timor. Se di as vetë se si do shkojnë gjanat, po edhe nëse më shrysin borxh kam për t'ja ushqyer rasën, kam për t'i vrarë. Se u bo disa herë në fjeston si kalojnë çdo ngjarje, pa u bë të mëdhona. Duke mos i publiku kërkush, duke mbyll zonin kërkush, i kanë shqirë për janë t'ja trafiku femnat tanë fisit. Do thonë ata se na t'ja u trafiku na ndi trafiku vetë, se kështu shkojnë këta të fajsuar njënin e tjetrin, të përsekutu njëni tjetrin, si rëpshira, si motor shqira, si racë shqira si janë, si fis shkërdhymsa si janë. Unë publikisht ja u thamë jeni motor shqira, jeni racë shqira, gjikolet janë raca marë rëpshire si ekziston në Shqipëri. Raca mafis shqira, raca spiona, raca motor shqira, është spiona janë të gjithë. Me Ben Kashorin krye, me spionin numër 1, se thot Mileti, narkotrafikanti më i madh, kjo, ajo, e sa si gjo, ajo cop spioni, cop rëpshiri. Këta s'merren me mall, këta merren me gjobanje. As nuk më thurë se merren me prostitucion, se këta merren vetëm me gjobanje, edhe persona si u vejnë gjob, mrapa i detyrojnë me trafiku femnat e veta për të. Për ne është vështirë mi akuzu për ne gjanë këta rëpshira e vetë një mënyrë është mi u hap çdo dosje, mi u zbërthyet sistemin piramid si kanë, nuk e bo shteti këtë gjë, se shteti rëpshir i favorizon nëpërmjet grupit hetimor këta motor shqira, pra ne do e hedh në gjyq grupin hetimor për lajme fake. Sidosi tjetë, unë punoj me majtë gjykatën larg vetëm prej teje, mos me të sjell probleme ty. Ure, të bësh kujdes në jetën tate, të kesh kujdesa me personin, si mund të martohesh e ditë, se sikur tash këta në kur bëhen me fëmijë, se të gjithë me fëmijë i kanë femnat, e prap janë të i prostitu, ndahen ma vonë, ki kujdes kujt i beso, ose i beson një personi që ka qenë i dënuar ma përpara. Qëndroj afër familjes, berat. Qëndroj afër familjes, familja është vetëm gjë si ke. Familja, nana, baba, asnjë njeri tjetër, berat. Se ky lloj rrjeti rëpshirash, dallos janë njerëz me pseudonime këta të gjithë, zakonisht përdorin pseudonime njëna tjetra. Janë kudo. Herë më duket bota si janë ndarë në dy pjesë, një grup si përshajnë, edhe një grup si janë njerëz drejtë se si ja kanë idenë se çfarë bëhet. Kështu është kjo politikë rëpshire, nuk jena qa mi bë. Kjo sistem Babilons. Unë s'mund bëhen policë për ty, dhe isha dasht me qanaj policë. Si ja u shqim motrat tanëve, ja u put kryt. Po nuk mundem me qanaj policë. Me qanaj policë, profecia thot duhet nga derdh një fremër arabe mren. Dhe dhe dikush që ato thonë këtë. Kur je me hetime i vetëmi vend botë, që më është mi shpëtu drejtësisë, me kriju identitet të ri, është shkosh në Arabinë Saudite, si person pa nën shtetësi, të kjesh fëmijë me i femra arabe, dhe me rri identitet të ri, po prapë se prapë, fund fundit, nuk të lanë pa të tredhë. Sidosi tjetë, unë Luciferi nuk bëhem do të për këta motor shqira. Dhe isha dasht me qanaj Luciferi si ja u shqim motrat tanëve, se për mu Luciferi nuk është djalli,
Ashe polici duhet njerëzimit. Mu historia e njerëzimit 3 zotër ka me njoft. Mësusin që ishte i pari Jezusi, i dyti Luciferi, në i treti ai si vjen mas Luciferit. Ai që do e qynë zoti i kësaj bote, që më shumë mundësi do jetë arab, sepse sistemi kanë ndërtu arabët. Po arabt nuk i trafikojnë fenat e veta i mulen. Arabia Saudite ka zero tolerancë për kokainën. Për qatë ditë si të përzihet bota, dhe i që e ditë kur një person i persekutum, i persekutojnë individet për mirëshit përsh me trafiku femnen e vetë mrava, një person dhe marrë i femër arabe dhe ditën që të përzihet ky sistem, se arab nuk e tolerojnë mu përzi ky sistem, atëherë mund të kthehet bota përmes, se di si e kanë profecinë të arabshira në detaj, unë s'mune me qenë që e policë me të shpëtu dy, por të mëna me shpëtu vetën, që se të mune me shpëtu vetën, nuk e di. Si do si tjetë, ti do mungosh dhe jesh e pasëndësushme për mu, isha vetë një femër si këm dashtë, sa i përket ty në rëpshirave të tjerë, si dëshëm në më përsha me ty, dëshëm trafiku të dikush tjetër, mrapa bënd të ndarë në prej ati tjetërit, me thënë si ke gabu me i mashku në kalumen, që asë me për mu, kur vetë kanë përsha, kanë më të rëshira. Si do si tjetë berat, unë t'i falë qitha, për 2 herë dhe avonë, unë do gjujmë ta më të rëshira, jo veç për ty, po. Kam bujt shumë njëtën time, kam luftu me depresione, me stres, i kohë shumë gjatë. Kur t'njoft aty, isha i lumtur, përjetova i lumturime nova se po e drejtoja i jetën time, po këta më të rëshqira nuk du me pa njëri të lumtur, këta rëpshira du me i qiku tanë. Për ty thonë jo kurv, jo kënena ne, ma kurv se motra mirë gjikoles nuk je, ma kurv se mirë gjikola nuk je, ma kurv se qërë gjikola nuk je, ma kurv se këta më të rëshqira, këta rëpshira nuk je, për mu isha këta ma mirë se kam njaft. E të falenderesim këtë një momentet më të bukura me ty, kam kalu momentet më të bukura me ty. Si do si tjetë, jeta vazhdon. Në vetë në mënyrë, vetë me qëllë si mune me bosh, me majtë gjykatën, sa ma larkë të jetë. Nuk e di si të shkoj kjo historia jonë. Por e di shumë mirë që në është me ty nuk shifëm ma. Unë s'kam për t'ja falë njërëzët mi, se më e di shumë mirë se këta rëpshira më kanë përsha për i teje. Që atëherë kër t'njoft aty Arion Kolla kishte qef me bo biseda 3.3-shi, 2 bole, e i kar, e i 0.3 me ta derdh mren, me t'lan edhe 0.3-shi në dorë, po edhe me gjithë 300.000 euro borç, se 0.3-shi do i ketë kërku në njonit lek borç, në njonit do t'i ketë dhanë gjasë, mëse mundon me krysu donat me këtot grupit e timor, mrapa thonë në jenë sekuestru lekët Shqipëri, po jo mërë përsi për mandin, mërë përsi për në borçet, gjysin borç, qytë borç Leonard Duka, thot 300.000 euro shin mrafsht, nda e grun, ku s'po që, thot të raftoj leja fajnë kujtë dush mrapa, do në pasurin. Kështë të më të rëshqira, që mirë që s'kina gjama shpirti, do më në nëzi, do më në shqytë në ma bërsh, në ma në mjerim, në ma në stres, në ma në rëzi. Të në jau shift bota racën pjellë, jau shift bota rëpt në pjellë të tanëve, se për mund se janë këthera, janë rëpshira, janë rëpshira në plot kuptimin e fjallës, e njerë si persekutojnë, si për njegin, për shajnë, nuk do me i pa njerëzit lumtun, nuk do me i pa njerëzit familjar, nuk do me i pa njerëzit tamam veç, du me paraqiku, du me qiku, du me persekutu, du me njëru, duket vetja burra, shia motrën, lekistat mdhej, kanë mush barkun e vetë, nuk e rrujnë karin, ka angër, s'ka angër tjetri, as i ka halët tjetri, du me persekutu, me përsha, kanë humë që një njërzore për veti,
janë rëpshira, do të kusht që s'kan lidhje me ty, nuk ke lidhje me mua, ja rëpshira, ja sa për dalë në qysh, nuk do thom se ke lidhje me mua, se s'ke lidhje me mua fare. Po që se do bosh arrot kari me qysh e shikollën, e me thonë se s'jam këmirë ka mend, mrapa do mbjithshë në qysh e ke dalë në përgjimet italiane, emri, njëna e tjetra, po unë do të hedh në qysh grupin e timor për lajme falso, se realisht janë lajme falso, që s'kan lidhje me mua. Pavarësisht sa munduar Orion Kola me i kryzu dhanat në për telefona, këne janë prapë se prapë. Se të si tjetë. Ta realisht nuk kanë lidhje me mua, po mundohen këta me i kryzu dhanat, mundohen këta me i përzi muhabetet. Se me çështjen time s'ke lidhje as ti, as ta më dërshira. Pavarësisht sa Orion Kola mundohen me i kryzu të gjitha dhanat, me këto kushete rëpshirat mije. Ajo pesa që në Belgjikë janë mënu i kryzu danat me këto të grupit e timor, sepse këty nuk i intereso që këtë lajmet falso këne me i bosit vërteta nuk i intereso me edhe shtetin gjysh. Sepse këty nuk jo sekuestruar realisht as i lek. Po në qose unë bëhem karkament, e thom s'kam qanë mirë ka trute, nuk e hedh grupin e timor në gjysh, këto mrapa i bëjnë lajmet vërteta, e thonë me kanë qanë sekuestru lek të sak. Do t'jetë në gjysh ta më dërshira, ta më të rëpshira. Dikur kërë shtetit italian me hapë qëto dosje, me të regu se kanë edhe njëta situatë, e më fund kanë përfunu të gjithë në t'i forcë, mi e të regu që qëtë gjë ka qënë e mirë në skenume, mirë organizume, nuk ka hera parë që përnodhë shkjo që ka 30 vjetë populli shqiptarë me shqit historinë e Italisë, e më fund kanë përfunu të tanë, e femën kurvë, të thotë që Gjirgjikole atë është e lekë, të më Gjirgjikole t'i e rëpshirë, t'i e më dërshirë, po të më dërshet mirën ti mu, s'm kishe nërrin jetën time për jesh, ose më kishe paralem ruma për para, e jo më si mapën e time, si munoj gjatë kose time, bo si viktim, qas me mos shumë, mos asho, ma si mapën e time, kishte kry pun filmi im, këtë mundohëshin me shqit vetën si burrat mirë, si janë rëpshira, vje keq me vetën se s'ka mundësi me hik në Amerikë, kjo se më intereso shumë me kërku asil në Amerikë, të pakun thjesht me të shpërthy, ca mesazhe, ca kërcenime si kam marrë prej këtyne motër shqirave që t'i kisha fut në burg i herë mirë. Këta nuk veprojnë as nuk bëjnë asnjë gjë, këta presin dali ditë në gjysh, deri ditën se dalin në gjysh. Nuk kam asnjë lloj problemi, por në moment që dalë në gjysh, në moment që jetë shtetin në gjysh, në moment që i s'punoj dhe më të rëshqira, atëherë fillojnë problemet për mua, atëherë ata mund të më hekin qafe, nuk dia i hek qafe shteti, thotë të pranë për pazare droge, se shanall. Si do si ti jetën palë me këta rëpshira nuk bëhem, edhe në qovë se më zhysin bërsh nuk më hapë klari dhe gale jetën shtu në Shqipëria, se kanë nërmën me prostitu femën, asë me dalë në Europë me prostitu femën për llogaritë kusht boshit, aty në më dërshira dhe ma para ka letan jetën në burg, se sa një shku mrava këtyne racë shqimave, këtyne jau shqif bota rëpt e motrat e racën e tyne, si përfundim vetë se kanë shkërthy visin e vetë, të bon shtë pazare në emër të altarit, jo plotsu letrat në spak para, e ti shrit me gjoba mrapa, e ti nda me njëni tjetrin. Gjirgjikole si të mirë rëpshiri ma i malë në historinë e Shqipërisë, si ke vu gjob, djallit vlajt tatër rëpshirë, dhe dhe Gjirgjikole si kom vu gjob, si ke vu tipo me shta skema intriga, me shta skema si s'ka pjedh nane, sheba. Sepse janë aq skutha, aq intrigant, aq bukur i sjellin gjanat, sa dhe me i hedh në gjysh maksimumi mund të marrë urdhër mbrojtje për i tyne, po nuk i fusë do të në burg ta më dërshira. Sepse i në skenojnë gjanat në të njërë si s'ke prova me i fajsu, se për shpirt i kisha plasë në burg, ja u kisha shi modrat të tanve. Që da të e berat, të rejet luntun, të kërgën tjesë, që sa t'in probleme prej meje, nda mënohëm me qanë i drejt me autoritetet italiane, vetëm prej teje, jo vetëm prej teje, përse kanë nërmen mushit bërshke,
Gust Boshi me shok, se shja motrën e kam pa Orion Kolën, pa i pasë që ma bërë që më dërshirit, se rritu ma shtru lartë e poshtë, jo më ka bërë që karin pjo. Pa i pasë si që ma bërë që Orion Kolës më shatë e karin Orion Kola, në plot kuptimin e fjallës, s'kishte pjot mane me duru Orion Kolën, pa i pasë që ma bërë që imaginom i pasë bërë që atyne si mere për shpia ma pare i fus plumin vetit, sa rrit bërë që ata më dërshima, se nuk ka pjell nane si i dura ata më dërshira, edhe më pjekesh që se ti mund t'jesh bërë që ata, në që se do të zhysin i ditë bërë që ty, e du të shumë mirë se që të thot t'jesh bërë që ata më dërshira, edhe janë raca flisht, janë raca keshe njërës që janë më dërshira në plot kuptimin e fjallës, më dërshira në plot kuptimin e fjallës. Kur ta mund si vesh motrat që kanë prostitu njën i tjetrit, e thënë seriosisht, se realisht ashtu, këta rëpshira vetëm motrat nuk i kanë prostitu njën i tjetrit. Po kjo është i sistemi mirë organizuar, që po do dhe shteti me zbërthy, e zbërthe komplet rjetin e tyne, po shteti si hap në herë gjitha dosjet. Sigur kam thonë, shteti e në mashtro popullin me lajme falca e pjesët grupit hetimor, po mrapa nuk del shteti me thonë çto lajme kanë qanë falca, por i lejo të rëpshira me të gjabit, kështu që duhet me edhe në gjyq grupin hetimor në Italiun, për lajme fake. Nuk e di as vetë se që ka me në dhe verat, për mu ishe një dhe vetëmja, se dhe si qkojnë gjanat nuk e din që se ti ke qanë e sinqert me mu, plotësisht, apo si do si t'ke qanë, menoj se ke qanë shumë e sinqert me mu, qanë shumë e drejt me mu, për mu jala me të koce, e sa herë mundonë me më folë kesh për ty, ti me thonë si, a do t'jenë vërteta fjallet si thonë, me rëp shpije për ma kurvë se motra mirë gjikollës, mirë gjikolla me Gust Bosh, e Orion Kola, nuk je, ma kurvë se këtë rëp shirat e fisit tim, nuk je, për mu je goca maj mirë si eksista. Këtë rëp shira ma shkatroni edhe në plët kuptimin e fjallës, këto këshu bëjnë, jo na ke i femër bërsh, jo na ke lek bërsh, në herë trysin gjasë me i femër bërsh, mraba filloj me lek bërsh, mraba këshu, mraba shu, mraba të shajnë karin ta në jetën si s'ka pjëm, nane si ja del me racën e këtyne motër shimave, nuk ka pas faj plaka ime si ka vra vetën fis tyne, të janë fis rëpshirash, të janë fis rëpshirash o shok. Ta ishen njerëzit në depresion, ta i kanë smun gjysën e fisit ka trut, të në gjyë Gjergjikolin, jo se e mirë ka trut, jo se e mirë ka trut, fut jo hetime në shpinë, si e mirë ka trut, zhyti borgj ma avon, ndaj për i grave. E Gjergj më të rëshirin, si qas me policën, dhe që mi u dalë për zot njerëzit vetë mirë Gjikola me Gjergjikolin, ju shik urvat njerëzit vetë, si ja u shik bota racën, e tyne, e racën e Gjikoleve, racër e pëshirash. I kanë rajt ka afani, nuk kanë faj, pra një kanë dalë shesh trash, e shesh motër shima, i kanë rajt anë i ka afani mahen për njërës, me norë ma shumë, si mi njoft mirë nuk kje racë ma trash në venin tonë, e pra në kanë dalë shashtu kara, e shkën tja fut njën i tjetërit si rëpshira si janë, e u shift bota racën e tyne, racër rëpshirash, e në për ata që i kanë pa vesh në televizor e i majnë për gangsterat në dhe të Shqipëris, e në marrë pëshqirat e Shqipëris, shkojnë t'ju trafiku femnat njën i tjetërit, asë i ma shumë nuk bëjnë. Për ata që i kanë hidhë nga televizori, këta në rëpshima si shrysin bërsh njën i tjetërin, si i ndajnë për i grave, shkojnë t'ju trafiku femnat, i kanë lanë mirim gjysën e fisit vetë, mirë Gjikola, i ka shqifen, i ka shrytë krejtë në burg, bashkë me Orion Kolan, Orion Motërshirin, se këta nuk i shesin në Europë, pa jo u bo në Gjiro ka Italia, po para se mi u bo Gjiro në Itali, mundohen mi u bo këtë skemën në për Europë,
Mjojnë skenu gjanat sikur me I ban koka karteli. Ja plotsu letrat Shqipëri me grup hetimor, gjithë me I pa në televizor, gjithë dalin dënum për vrasje, për gjanat mdhona në Itali, për asnjë sa dënu për vrasje në Itali, se me pa qanë dënu për vrasje në Itali, do kishin qanë të bo 20 vjet burg. Thjesht I kanë kështu të regjistruar për I grupit hetimor, se ka I vit kanë bo burg në Itali. Po ja plotsu grupi hetimor, se gjatë kohës kanë qanë me hetime, ndoshta kanë ndonjë ngjarje në vrasje, se janë pjesë e grupit hetimor, në fund thonë u dënuan për vrasje në Itali. Dhe shqiptari I shef televizor në kujto se janë mafiozat mëdhej, po janë rëpshirat mëdhej. Sidosi t'jetë berat, qëllimit vet ja arritën, aty më përçaven, kontakt s'kena, u bo shumë kohë. Unë po mënonë me majt gjykatën larg veç prej teje berat. S'dishte për mund kështë shku vet, e hap qysh në Itali. A thjesht një gjë është se nuk e di si mund shkojnë gjanat. A thjesht po mënonë me majt larg prej teje. Po e di që do vijë një moment që do përballem. Thjesht ore, mos t'kesh probleme ti, nuk e di si ke pas punë e jetën tënde ti.